Mes atyre që shprehin kundërshtin për politikat tregtare të Donald Trump është edhe kryeministri francez François Bayrou. Në një intervistë për Le Parisien, ai thotë se tarifat e vendosura për mallrat e huaja përbëjnë një kërcënim të drejtpërdrejtë për ekonominë franceze dhe europiane. Vendimi Trump është jashtëzakonisht serioz. Vendosja këtyre detyrimeve të çmendura doganore do të çojë në një krizë globale. Kryeministri francez beson se viktimat e para të kësaj lufte tregtare mund të jenë vetë amerikanët, teksa thekson se kompanitë duhet të rishqyrtojnë investimet e tyre përtej Atlantikut. Ai paralajmëron gjithashtu se tarifat pritet të kushtojnë Francës më shumë se 0.5% të prodhimit të brendshëm bruto dhe rreziku I humbjes së vendeve të punës është shumë I madh. Kryeministri francez komentoi gjithashtu edhe mbështetjen e Donald Trump ndaj politikanes së ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Mbështetja e ofruar nga presidenti amerikan për kryetaren e Partisë Subimi Kombëtar me argumentin se ka një gjuhë e tij shtrigash përbën për kryeministrin francez ndërhyrje në punët e brendshme dhe ato politike të Francës.